Në thellësi të tij gjenden të vërtetat e njohjes. Nëse do të kthehemi te hadithet e nderuara të ardhura nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij dhe nga familja e tij e pastër, do të shohim se ata na thonë se Kurani ka anë të jashtme dhe të brendshme. Atëherë të marrim si shembull detin apo oqeanin, i cili ka sipërfaqen dhe thellësinë. Si për sipërfaqen, ashtu edhe për thellësinë ne themi deti. Ne e shohim detin i cili ka të jashtmen dhe të brendshmen. Ne e shohim detin me sytë tan, shohim sipërfaqen e tij, dallgët e qeta, ngjyrën reflektuese të qiellit. Kur fusim dorën në të, e ndjejmë ftohtësinë apo ngrohtësinë e ujit të tij. Kur shëtisim bregu të detit e kuptojmë thellësinë e tij. Sa më shumë të hymë në det, aq më i thellë është dhe në varësi të mundësive tona, të trimërisë sonë dhe të mjeteve që kemi, ne arrim të zbulojmë gjëra dhe krijesa të reja në të. Sot gjenden në thellësi të deteve dhe të oqeaneve krijesa të Allahut fuqiplot, të cilat ne nuk i njohim. Mirë po, fal përparimin shkencor dhe teknologjik, kemi arritur të njihemi me disa krijesa të cilat baballarët tanë dhe brezat e shkuar nuk i njihnin. Sa më shumë të zhytemi në thellësi të detit dhe të oqeanit, aq më shumë të reja do të zbulojmë. I tillë është edhe Kurani i shenjtë, për të cilin edhe politeistët dhe jo besimtarët kanë pohuar se përmban ëmbëlsi, retorik e të tjerë. Sa më shumë të kemi aftësi për të notuar e për të zhytur në thellësi të ajeteve të tij, fjalëve të tij dhe kuptimeve të tij, aq më shumë njohuri të reja do të zbulojmë, të cilat nuk i njihnim më parë, sepse ne shohim më shumë pamjen e ajeteve dhe të fjalëve, dhe si rezultat nuk jemi në gjendje ta kuptojmë këtë det të gjerë.